Një nga problemet që lan pas rresht të shumta dëshirave të rëna gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar e janare shkurt të këtij viti është edhe deformimi i rrugës nacionale Kloz-Burrel, pra mburimi të ujit në afërsi të kthesës së Sanës. Në fakt, ky segment rruge ka qenë prej 30 vitesh një problem i shtuar i aksit nacional, ndërsa me rekonstruksionin e bërë në vitin 2018 u eliminua, pasi kompania që kishte zbatimin e projektit hodhi të gjitha nën shtresat. Por duket se problemi është rikthyer sërish nga rreshet e shumta të shiut, të cilët kanë fryrë nën tokën në këtë zonë. Siç duket nga pamjet, asfalti ka pësuar çarje, ndërsa rruga ka çeduar në një gjatësi shumë të konsiderueshme. Vazhdimisht ky segment rrugor ka qenë problematik, ndërsa ekspertët kanë sugjeruar që të ndërtohen pilot në mënyrë që të mos ketë problematika të tilla në të ardhmen. Tashmë mbetet në përgjegjësi të autoritetit rrugor shqiptar për të ndërhyrë, sa ende problemi nuk është bërë më i madh. Ekspertët këshillojnë që ndërhyrja të jetë menjëhershme për të shmangur koston më të lartë në rast të dëmtimit të mëtejshëm.